Dashuria dhe afërsia mes familjes fisnike dhe sahabëve, libri shkruar nga autori Ali ibn Hamedit Temimi. Në këtë vëllim do të mund të gjeni qartësime kuptimplose për lidhjen e ngrohtë mes familjes fisnike dhe sahabëve. Këto janë 24 qartësime që brohorasin me zërin më të lartë. Familja profetike dhe sahabët janë të dashur dhe të afërt. Autori është kujdesur të jap argumente të qarta dhe aludimet e drejtpërdrejta se familja fisnike dhe shokët e profetit ishin tamam siç ka thënë Allahu i lartësuar për ta, të mëshirshëm mes vete. Në këtë libër paraqiten mbi 50 krushi që vazhduan përgjatë 5 apo 6 gjeneratash të bijve dhe nipave, të cilët janë dëshmi për lidhjen e fortë shoqërore, për dashurinë dhe për mëshirën që kishin mes vete. Për ta bërtuar këtë libër, porositeni tani në faqen free.suis ose në numrin +41 79 46 95 036.